tonë elektorale këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus na është bashkuar Namir Lapardhaja. Namir, përshëndetje, faleminderit që je bashkuar me ne në këtë maraton. Si të zhdukur deri tani situata, klima, atmosfera? Po deri në këtë moment që flasim, edhe mediat kanë raportuar, situata duket e qetë, pjesëmarrja nuk duket as e ulët, po themi as shumë e lartë. Brenda pritshmërive të një dite normale deri tani, shpresojmë të ketë numër të lartë votues, sepse kjo është shumë e rëndësishme për vendin në radhë parë, pastaj edhe për partitë politike, sepse siç e ka treguar gjithë këto vitet e fundit, numri i ulët i votuesve nuk është se favorizon ndryshimin ose klimën pozitive politike, por dihet që administrata shtetërore, dihet që njerëzit e pushtetit, njerëzit e patronazhimit janë ata që dalin në zgjedhjet e parë, pastaj partitë e opozitës e kanë pasur të paktën në gjitha vitet e fundit dhe kanë pasur më të vështirë për të nxjerrë njerëzit për të votuar. Kështu që një numër i lartë votuesish do jetë një shenjë e mirë për vendin, një shenjë e mirë për Shqipërinë, mendoj, por edhe një shenjë e mirë për dhe një ndryshim të cilën pris vërtetës shqiptarët e meritojnë, domethënë, pavarësisht të gjitha gjërave që kanë ndodhur në këto vite. E kuptoj. Koka, prezenca e SPAK-ut në terren gjatë fushatës, por edhe ditën e sotme? Shumë interesante, por deri tani nëse nuk e paragjykoj, më kam qenë në fillim kur jam pyetur për këtë gjë, kam thënë që pavarësisht mendimit tim personal për SPAK-un, le ta inkurajojmë organet e akuzës të bëjmë maksimumin, sepse nëse kjo është edhe një tjetër mekanizëm për të rritur standardet e zgjedhjeve. Pyetja është, rezultate ka? Pra nëse i referohemi raportimeve deri aktuale të SPAK-ut në këto një muajt elektoral, plus minus, i bie që ne që flasim për tjetërsinë të vullnetit qytetarëve jemi të çmendur dhe jemi qorra, më fal për shprehjen pa dashur që nuk shikojmë demokracinë që gëlon në Shqipëri dhe për standardet demokratike të procesit që janë në të katër anët e vendit bashkë me atë kutinë, me atë dollapin e rrovave lushnjë sot që votojnë qytetarët atje. Pra, kjo është panorama. A është vërtet shumë? Ndoshta është shumë. Por ndoshta ne që flasim që administrata shtetërore po bën sot presion ndaj zgjedhjeve, jemi të çmendur. Ndoshta ne që themi që vendimi 3 ditë para zgjedhjeve i kryeministrit që bën një amnisti nga viti 2015 deri më sot nuk është nuk është një tentativë për ndikuar zgjedhjet, ndoshta ne jemi të çmendur, ndoshta ne nuk kuptojmë nga kjo gjë. Ndoshta ne jemi arkaik dhe jemi feudal të transportuar në kohë. Dakor, unë e pranoj. Pra, në cilën nga këto akte që kemi denoncuar, asfalti elektoral, që është një nga banalitetet më të mëdha të proceseve zgjedhore në Shqipëri, që vazhdonte deri ditën e fundit. Ndoshta ne që e shohim dhe që e raportojmë, ndoshta ne nuk e kuptojmë që ky është një standard evropian i cili duhet Shqipërisë për të antarësuar në Bashkimin Evropian 2030, siç thotë Edi Rama. Ndoshta presioni i administratës që është bërë gjatë kësaj kohe dhe që është nxjerrë me pahir në të gjitha fushatat elektorale dhe që shkonte mëngjes administrata çdo ditë, firmoste në orën 8, si kishin bërë me urdhër këta. Firmoste në orën 8, ikte nga puna, kthehej nga ora 4, mbasi kishte bërë fushatën për kandidatin dhe prorin për katës dhe fuste edhe një firmë në orën 4, dhe nëse ne që e dimte e raportojmë dhe themi që kjo nuk është normale, jemi njerëz që nuk e kuptojmë funksionimin dhe forcën e ligjit, unë e pranoj këtë, por unë mendoj që kjo nuk është normale. Dhe nuk kam parë SPAK-un që të bëj asnjë referim as për administratën. Janë mbi 100 ca denoncime që janë bërë. Denoncimi është një gjë. Denoncimi është puna e opozitës. SPAK-u që ngreti se çfarë është task forca? Task forca nuk pyet për denoncimin. Task forca e tejkalon denoncimin. Task forca shfutet aty ku nuk ka mundësi të futet askush. Nëse e bëjmë ne gazetarët me celular dhe me raportime. Po SPAK-u që ka inteligjencë, ka përgjime, ka mundësi për njerëz në terren për të marrë informacione nga gjitha burimet shtetërore. Deri më sot nuk kam parë raportime të tilla. Ndoshta ka, ndoshta ne do bëhet nami mbas zgjedhjeve, por unë mendoj që nëse SPAK-u kishte vërtet, si më thon, një lloj bon sensi për të dhënë shembullin, si më thon, këtu do duhet kishte bërë 2-3 shembull, makar dhe nga opozita, nëse është opozitë që vlen zgjedhjet. Unë nuk pash një shembull të tillë që dikush ndjej intimiduar dhe prandaj nisa raportimin dhe komunikimin tënd me një nga zyrtarët më të lartë të këtij shteti, që është një nga njerëzit që i bën presion sot në Durrës votuesve, për treguar që këta njerëz pse bëjnë këtë. Janë njerëz që nuk kanë frikë nga ligji, sepse ligji që duhet vepronte në këtë rast task forca e SPAK-ut, jo vetëm që nuk ka vepruar, por për mendimin tim ndoshta i ka inkurajuar të bëjnë atë që po bëjnë
çdo që e bën një muaj dhe që po e bëjnë sot. Okej, kemi krye komisionerin zotin Ilirian Celibashi, i cili është në këtë raportim live për gazetarët. Për të cilat ne kemi kërkuar informacion, të cilët këta persona nuk janë asistuar sipas procedurave të kodit zgjedhor. Pra, kur është dashur të votojë, ai protokolli që do duhet të ndihmohet të asistohet nga votuesi i ratës, jo në të gjitha rastet është respektuar për këtë kategori personash. Pasi ka filluar procesi, kemi patur në 6% të qendrave votimit ndërprerje të procesit për arsye teknike, logjistike edhe të tilla të themi, por situata pasaj është stabilizuar me ndërhyrjen e inspektorëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe komunikimin që kemi patur me komisionerët e këtyre qendrave votimit. Kemi një raportim që në 5% të qendrave votimit kemi mos respektim të distancës prej 150 metrash nga qendra votimit të individëve të cilët ose janë ose shumti kanë përfunduar procesin e votimit, por vazhdojnë që ndrojnë rreth e përqarë këtyre ambienteve. Ky është informacion në fakt i para 40 ca minutash ky i fundit. Përsa i përket identifikimit elektronik, në rezultojnë që janë vetëm 4 qendra votimi pa operator, ku nuk është paraqitur operatori, dhe këto kryesisht janë në zonën e Dropullit. Qendra votimit 432600, 432700, 432900, 433900. Janë 4 qendra votimi në të cilat identifikimi i zgjedhësve po bëhet manualisht. Qendra votimi 270100, qendra votimi 324500 dhe qendra votimit 186501. Në përgjithësi rezulton që te atyre problematikave të orës parë, ku tashmë jemi mësuar të gjithë me ndonjë ato debatet pa vlerë dhe pa asnjë lloj dobi ndërmjet komisionerëve, procesi mund të vlerësohet që ka filluar normalisht dhe është duke vijuar normalisht. Sikur se është bërë publike, ka një raportim për një rast ku pretendohet për presion dhe intimidim të zgjedhësve. Patëm disa raportime edhe nga staf hyrë në terren, por edhe nga përfaqësues politik të dy krave të themi, pra disa partive politike, mbi prezencë të kandidatëve për deputet pranë qendrave të votimit, dikush edhe ndoshta në padjeni të këtij ndalimi ligjor ka dashur edhe të vëzhgojë procesin e votimit dhe për këtë arsye adresuan atë thirrje publike. Kandidatët për deputet nuk mund të jenë vëzhgues të procesit të votimit në qendrat e votimit. E kanë këtë të drejtë gjatë procesit të numërimit. Për atij momenti nuk kemi raportime dhe pretendime në lidhje me këtë çështje. Përsa i përket votimit elektronik në njësinë administrative numër 10 dhe në Bashkinë e Vorrës, raportimet që kemi marrë që prej orës 7 dhe deri pak minuta më parë, tregojnë që procesi aty është duke shkuar normalisht, nuk na është raportuar problem si për funksionalitetin e pajisjes apo dhe probleme të tjera të cilat mund të afektojnë normalitetin e procesit të votimit në këto 75 qendra votimi në total, 44 të Bashkisë Vorë dhe 31 të njësisë administrative numër 10. Këto janë pak a shumë informacionet paraprake, duke e
përfunduar dhe me informacion që lidhet me pjesëmarrjen. Është 13.54%, por ju këto më ta konsultoni në kohë reale. Mirë, faleminderit. Pyetje? Po. Greta Bullari, ABC News. Zoti Silibashi, ju folët për kandidatët dhe për thirrjen publike që ju i bët, por keni një numër se sa ka qenë numri i kandidatëve dhe cilave subjekte i përkasin këto kandidat? Do të mjaftoheni vetëm me thirrjen publike që bët, apo do të ketë edhe masa? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë ka të bëjë pikërisht me një kërkesë të Partisë Socialiste që kërkon shtyrjen e procesit të votimit në qarkun e Vlorës deri në orën 22. Ka një vendim lidhur me këtë? Faleminderit. Faleminderit. Mendoj që nuk do të ishte me në një dobi, sepse të gjitha këto raportime që vinë në lidhje me, e para kanë qenë mjaft raste sporadike, flitet për 4-5 raste në total të disa kandidatëve për deputet. Edhe, sidomos në këtë moment, nuk besoj që do ishte shumë konstruktive që themi kandidati X force politike apo Y force politike janë njësoj në pikpamje të ligjit. Dhe përsa kohë që për ne janë me status kandidat, pak rëndësi ka se kë përfaqësojnë. Por, sa kohë që situata duket drejt është zgjidhur, pra nuk kemi më problematika të raportuara, nuk mendoj që ka vend për ta riadresuar, të paktën për momentin. Me sa duket, thirrja publike që kemi bërë ka rezonuar mirë tek gjithkush prej kandidatëve. Për sa i përket pyetjes dytë në lidhje me shtyrjen e orarit të votimit, po kemi marrë një kërkesë, në fakt është kompetencë e komisionit rregullator për të vendosur në lidhje me këtë kërkesë. Nëse ata vlerësojnë që ka vend për të disponuar në një mënyrë ose në tjetër mbi këtë kërkesë, e vendosin ata. Dje se nuk i lidhur. Jo, nuk e kemi këtë informacion, por gjithsesi ajo çfarë mund ta them për momentin është që dispozitat e kodit zgjedhor e parashikojnë qartë. Votimi në këtë periudhë zgjedhore fillon në ora 7:00 të mëngjesit dhe përfundon në ora 7 të mbrëmjes ose në ora 19:00. Dhe ky është një përcaktim ligjor. Nëse se është mirë që ta sqarojmë edhe këtë, edhe shpresoj që të komunikohet publikisht, nëse në momentin kur qendra e votimit është duke u mbyllur, janë zgjedhës në radhë, Komisioni i Qendrës Votimit ka detyrimin që t'i lejojë të gjithë ata zgjedhës që janë në radhë për të votuar. Merr emrat në shënim të atyre që janë prezent dhe i lejon për të votuar. Nuk di ta them këtë, se sa kohë është dhe kompetencë e një strukture tjetër, le t'ja lëm fjalën atyre për këtë çështje. Po e rëndësishme për votuesit, për subjektet zgjedhore, mendoj që ngelet ajo pjesa e dytë e përgjigjes. Pra, orari i votimit është ora 7 me orën 19:00 dhe nëse në momentin kur do të mbyllet qendra e votimit ka zgjedhës të cilët janë në radhë, janë në pritje për të votuar, edhe pse kalon ora 19:00, Komisioni i Qendrës Votimit ka detyrimin që t'i lejojë këta votues këta zgjedhës të votojnë. Komisioner, keni të dhëna sa i përket votimit nga jashtë, sa ka qenë numri total i pletë votimit të tërhequra nga zgjedhësit dhe sa mund të jetë dërgesa fundit që mund të sot? Nëse keni dhëna nga operatorët të pak. Duke qenë se çdo informacion për votimin nga jashtë paraqitet në mënyrë automatike në faqen e internetit të KQZ-s, do të them që nuk kam më shumë
edhe se sa ju informacion dhe se sa informacion është paraqitur në faqen e internetit. Gjithsesi, po e prezantoj publikisht të dhënë, deri tani janë 185.679 zarfe të mbritur në KQZ, në fakt është pak më i madh ky numër, nëse shikoni tani ndryshon pak drilonat lutem atë. Janë dhe 2500 zarfe të cilët janë administruar në kutinë e posaçme, janë zarfe të cilët kur kanë mbritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që prej ditën 1 kur ka filluar ky proces, janë konsideruar sipas parashikimeve të ligjit e akteve të Komisionit Rregullator si të parregullt të themi nga pikpamje formale, por gjithsesi edhe këto zarfa do t'i nështrohen procesit të vlerësimit nga grupet e numërimit dhe nga Komisioni Administrimit dhe Vlerësimit të votave nga jashtë. Pra janë 185.679 plus 2.502. Presim sot janë ditën e fundit një dërgesë të zarfeve nga gjitha vendet, themi. Akoma nuk e kemi informacionin nga DL se sa mund të jetë ky numër. Por kemi rakorduar me ta që mbritja të jetë jo më vonë se ora 5 për të dhënë mundësi që të gjitha këto fletë votimi që do mbrihin sot të marrin vullën e hyrjes para orës 19:00. Okej, kemi qenë me krye komisionerin zotin Ilerian Celibashi në këtë deklarat për media duke u përgjigjur edhe pyetjeve të gazetarëve, ndërkohë raportimet e fundit për orën 11 pjesëmarrja sipas informacioneve të referuara nga 2077 qendra votimi në total nga 5225 në të gjithë territorin e vendit, pjesëmarrja deri tani është 16.34%, pra 4 orë pas nisjes së procesit të votimit pjesëmarrja është 16.34%. Ne do të shkojmë tani në një lidhje direkte me gazetarin Syrian Erhova, i cili ndodhet në qarkun e Elbasanit, por fillimisht dua të lexoj dhe deklaratën e deputetes Elda Hoti, kandidate në qarkun e Lezhës pas ndalimit të bashortit të saj. Asnjë polici politike, asnjë strukturë kriminale dhe asnjë zëdhëndës i krimit organizuar nuk do të mund të ndalë vullnetin e qytetarëve për ndryshim. Ditët e friksimit, fabrikimeve dhe shtypjes së zërit opozitar janë drejt fundit. Ulsimania dhe çdo vegël politike që përdor policinë e shtetit për interesat pushtetit do të mbajë përgjegjësi për çdo veprim të palishëm, për çdo tentativë për të friksuar qytetarët që duan një të ardhme më të mirë. Këto manovra janë të dështuara sepse fuqia e popullit nuk ndalet nga asnjë makineri represive. Ata që blen vota dhe votuesit janë të lirë dhe porenti nga qendra në qendër votimi Aleksandr Dodaj, Renuar Kolaj dhe të gjithë kriminalët elektorali keni bërë llogarit gabim. Njëshat nuk kanë regjim që i ndalë, qytetarë mos harroni gjithçka që ju kanë bërë këto 12 vite votoni. Është kjo deklarata e kandidates për deputete në qarkun e Lezhës, zonjës Elda Hoti. Syrian, të rejat më të fundit nga Elbasani. Përshëndes, nga Lezhësh, po, më lejo të përditësoj përsa i përgjë qarkut të Elbasanit, më lejo të shkoj me një lajmë të fundit, pasi momentalisht jam i pozicionuar në qendrën e votimit 24-18 fraksion 1 në Labinot Fush, ku procesi i votimit ka nisur praktikisht 3 orë me vonesë. Siç e dim, ishte planifikuar të nisë në orën 7, por gjithçka ka nisur në orën 10. Dhe në qoftë se do kishim mundësi deri para pak minutave, kishim një radhë të gjatë në ambientet e jashtme, por edhe të brendshme të shkollës Sali Ballkoxhi, në të cilën jam të pozicionuara 2 qendra votimi për shkak se njëri nga operatorët e pajisjes PEI nuk është paraqitur, kështu që procesi i votimit ka nisur 3 orë me vonesë, gjë që ka shkaktuar edhe radhë të gjata. Deri në këto momente që flasim, mund të themi që për gjithë qarkun pjesëmarrja ka qenë, le të themi, e interpretueshme, sepse deri në këto momente që flasim kemi të bëjmë me një pjesëmarrje në shifra 2.35% e gjithë atyre me të drejtë vote janë paraqitur në qendrat e votimit në 7 bashki kudo ku ka qendra votimi për depozituar vullnetin e tyre politik. Në qoftë se Ndërkohë, Syrian, që në orët e para të mëngjesit.
Si pas Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 11 në qarkun e Elbasanit kanë votuar 17.07% e votuesve. Është një informacion i pak minuta më parë nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Nuk është përditësuar në aplikacion e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Me sa duket, kjo vonon edhe përditësimin tonë me shifra eksakte. Okej. Është ndërkohë, po? Më lejo të raportoj edhe problematika që kanë shoqëruar qarkun e Elbasanit që në nisje procesit të votimit. Besoj, është transmetuar edhe në këtë transmetim të drejt për drejt maraton në Vision Plus, rasti i një zonje, konkretisht shtetes si Majlinda Cani, në qendër e votimit 23-21, KZAZ numër 49 të lagjen 5 maj, e cila ka votuar dhe ka fotografuar votën. Dhe kanë qenë komisionerët ata të cilët kanë dëgjuar zhurmën e blicit dhe e kanë ndaluar dhe më pas rasti është referuar në polici. Për hir të vërtetës, lajmi u bë publik fillimisht nga një nga kandidatët për deputet në listën e mbyllur të Partisë Demokratike, Aurel Bylyk-Bashi, dhe pastaj ishte mobilizimi i forcave të policisë për të ndjekur më nga afër rastin. Në Librazh, meqense Librazhi i përket edhe qarkut e Elbasanit, është gatruar ka paku një kutije votimi me një qendër votimi tjetër, kështu që ka bërë votën e nisjes së procesit të votimit në këtë bashki. Gjithashtu rikujtojmë që në Peqin ka patur vonesa të hapjes së procesit për shkak të çështjeve teknike, pasi komisionerët janë paraqitur me vonesë. Në Gramsh deri në orën 8 nuk ishin paraqitur komisionerët e subjektit politik të Partisë Social-Demokrate, ndërsa në disa qendra votimi të lagjes Skënderbej në qytetin e Elbasanit gjithashtu ka munguar antari i PSD-s, pra komisioneri përfaqësues i PSD-s. Më lejo të shtoj një informacion tjetër që Burgu i Kosovës, që praktikisht i përket të Lushnjës, voton në qendrat e posaçme në KZAZ numër 46 në bashkin Belsh, ndërsa në Peqin ka 85 votues, ndërsa 106 prej tyre u raportua më herët që ligji zgjedhor disa prej tyre u privon të drejtën e votës për shkak të veprave kriminale që ata kanë kryer dhe janë dënuar. Kjo është një panoramë e gjerë asaj çfarë ka ndodhur në gjithë qarkun e Elbasanit në 7 bashki dhe duket sikur që në nisje të procesit të shoqëruar me vonesa. I vetmi konflikt ku është përfshirë edhe policia shtetit deri në këto momente, nga ato informacione që ne kemi, është fotografimi votës nga një zonjë në lagjen 5 maj të Elbasanit. Të falenderoj shumë Syrian për raportimin, ndërkohë dua t'i kujtoj edhe një herë gjithë qytetarëve të cilët na ndjekin në këto momente. Fotografimi i votës është një vepër e cila dënohet nga 3 muaj deri në 3 vjet. Shkoni, votoni, mos fotografoni votën, sepse në fund pasojat janë individuale. Edhe nëse ja kërkojnë, refuzoni që të fotografoni votën. Shkoni dhe votoni të lirë. Blet Koka, përpara se ta mbyllim së bashku, përqindja ka shkuar në 16.4%. 4 orë pas nisjes së procesit votimit. 5% e ka raportuar kryekomisioneri rastet e mos respektimit të distancave nga ana e kandidatëve për deputet apo e zyrtarëve. Si e konsideron si vlerë? 5% në 5.225 qendra. Po ashtu qofë, në qofë se është kjo që thotë komisioneri. Prapë edhe 5% nuk është pak. Nuk ka rëndësi. Unë mendoj që është 100% për mendimin tim, sepse pak nga raportimi që na vinë në redaksin tonë, në WhatsApp, nuk ka qendër votimi që nuk është drejtuesi njësisë brenda qendrës votimit, ose brenda zonës, nga perimetri 150 metra. Pra nuk ka asnjë qendër votimi që për mendimin tim nuk është e patronazhuar në këto momente. Po të them, sa më mësollën një foto tani, edhe ke artet, ke Universiteti e Artet pas një qendër votimi atje, dhe atje është patronazhisti dhe ka bë listën e emrave, i kanë bërë foto ke lista e emrave, kishte votuar Preç Zoga me bashkëshorte për shembull aty. Edhe ishte në listën e emrave. Për kuriozitet, nëse që mos thuar se po i shpik, shikoje. Domethënë çfarë çmenduri është. Ja. Shikoje. Ka shkruar Preç Zogaj. Preç Zogaj, Drande Zogaj. Po sa largë është qendrës votimit? E ka shkruar patronazhist. E kuptoj që ka shkruar Preç Zogaj bashkë me bashkëshortën. Edhe në qendër Tiranës, pra, është 10 metra, 100 metra larg. Edhe ka akademia, verifikon patronazhisti votoi Preç Zogaj me bashkëshortën e vet. Do ta mbyllim bashkë duke përfituar për pjesëmarrje? Po, merrni pjesë.
Pak më entuziast. Merrni shumë pjesë. Okej. E falenderoj shumë Blet Kokën, do na bashkohet besoj në këtë maraton edhe në vijim të shkoj fillimisht që të votoj. Ndërkohë vazhdojmë bashkë na mirë për të analizuar situatën deri tani, pjesëmarrjen, të paktën ajo që vjet re nga të gjithë kandidatët të cilët janë, po edhe drejtuesit e qarqeve vazhdojnë dhe i bëjnë thirrje qytetarëve që të shkojnë që të votojnë. Është ajo që thash edhe pak më parë, pjesëmarrja ulët është një lajm i keq për këto zgjedhje dhe normalisht të gjithë kandidatët duan të shtyjnë sa më tepër ata njerëzit që mendojnë që kanë mbështetës tyre për të dalë dhe për të votuar. Okej. Është kreu i misionit të ODIHR në Shqipëri në këtë deklaratë. To observe elections to make sure that they are in line with international standards, with the commitments of Albania in the OSCE and also of course with the Albanian laws and regulations. Ne jemi këtu për të vëzhguar procesin zgjedhor dhe për të vëzhguar që këto zgjedhje janë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe me angazhimet e Shqipërisë drejt të BE-s. So this is one of the many polling stations where we are present today. Kjo është një nga qendrat e votimit nga qendrat e shumta ku jemi ne sot. We have as OSCE ODIHR we have 240 observers present, but in addition there are parliamentarians from OSCE countries. There's 135 of them that come from the OSCE Parliamentary Assembly, the Council of Europe and the European Parliament. Si OSBE ODIHR ne kemi 240 vëzhgues, por gjithashtu janë dhe 135 të tjerë që janë nga vendet anëtare të OSBE-s, dhe janë nga Parlamenti Evropian. Election day is the most visible part of the observation, but we have been here now for a number of weeks. I personally arrived at the very end of March. Dita e zgjedhjeve është dita e dukshme e vëzhgimit, por ne jemi këtu që nga fundi i marsit. So that we have been observing the campaign, of course, and this is the end point, and tomorrow we will draw the conclusions and the assessment in a press conference. Sigurisht ne kemi vëzhguar edhe fushatën zgjedhore dhe sot është pika e fundit dhe nesër do të kemi një konferencë për shtyp. So the conference will take place at 3 o'clock tomorrow. I think you know at the Rogner Hotel, and you're all invited to be there. Konferenca do të jetë nesër në orën 3 në Rogner dhe jeni të gjithë të ftuar aty. Yeah. What we have already watched on the polling stations, on the behavior of the voters, of maybe of political parties or subjects as well? It would not be significant for me to tell you today because I'm just one person watching one place, and this cannot be. I'm collecting information. I'm looking at the process inside the polling stations. I was here at this one among a number of others today. Because I'm aware of the commitment of Albania to have at least 10% of the voters voting electronically. Nuk do të ishte domethënë se nëse do t'ju jepja një mendim sot, sepse unë jam vetëm një person në një qendër votimi për momentin. Sigurisht që unë jam duke mbledhur informacion dhe kam ardhur në të qendër votimi sepse është një nga angazhimet e Shqipërisë që 10% e votimit të jetë elektronik. So also the procedures and the process of electronic voting will be a part of our final assessment, of course. Dhe sigurisht një pjesë e vlerësimit tonë do të jenë dhe procedurat dhe votimit elektronik. Zoti ambasadora, mund të flasim për lojë të rregullt dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme, sa kohë që 2 ditë para zgjedhjeve kryeministri Edi Rama bëni amnesti dhe fali të gjitha gjobat. Mr. Ambassador, can we talk about free and fair elections when the Prime Minister of Albania 2 days ago all the fines were cancelled for the... We'll talk about these things tomorrow when we draw an assessment of the whole process. We can't talk about individual issues in isolation. Nuk mund të flasim për çështje individuale, për raste specifike, do të flasim për këtë nesër kur të bëjmë vlerësimin. Have you exchanged information to the Central Election Commission about the process? We are working in very close cooperation with them, and I have to say it's a transparent, open cooperation, and my assessment is very positive. From my perspective, the way I work so far with the CEC. Jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në këndvështrimin tim deri tani është shumë transparent dhe shumë i drejtë ky bashkëpunim.
Ndërkohë jeni të shqetësuar për raste të fshirjes së votës se për raste ku persona caktuar përfaqësues të partisë në pushtet janë kapur duke dhënë para për vota. Meanwhile, are you worried about the buying of the vote when specific people from the SP, the party in power, have been caught while buying and paying for the vote? Well, you have seen our interim report, which says that we will have a focus on problems that were witnessed in the past, and tomorrow you will hear our assessment of Ju e keni also parë these issues. raportin tonë paraprak, ku kemi thënë që ne po i ndjekim çështjet që janë vëzhguar më përpara dhe nesër do t'i paraqesim vëzhgimin tonë në raportin që do bëjmë nesër. Thank you. Ishte kreu i misionit të ODIHR në këtë deklarat për mediat. Nesër në orën 15 do t'jetë raporti paraprak, ishte i rezervuar të paktën nga ajo që unë konstatova. Si të duk në mirë? Po normal, është momenti parë, edhe vetë e tha që unë jam i person, do mblet informacione, dhe kjo është normale, besoj. Prezenca e OSB ODIHR-it është pozitive për barbajtën e zgjedhjeve. Sigurisht ata gjithmonë mbajnë shënime, ata më shumë flasin, më shumë flasim nëpërmjet raporteve tyre dhe nëpërmjet rekomandimeve tyre, sesa flasin për këto disa prej pyetjeve që u pyetën aty dhe nga gazetarët. Normalisht do të dëgjojmë nesër një raport paraprak. Është të gjitha këto që ne po shohim, të gjitha këto problematika që kryesisht mes që po shoh janë kryesisht problematika të nivelit teknik për një rast sporadik. Besoj që do referojnë të gjitha në raportin paraprak të OSB ODIHR-it, por e rëndësishme është që vullneti i qytetarëve shqiptar të mos tjetërsohet, e para të mos bëhet presion, e dyta në fund të ditës të numërohet ashtu siç ata e kanë hedhur në të vërtetë dëshirën dhe vullnetin e tyre nëpërmjet votës. Okej, ndërkohë do të shkojmë me gazetarin Ermal Qori, i cili është në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe do të na jap një raportim të detajuar të pjesëmarrjes në votime deri në orën 11. Ermal, përshëndetje edhe një herë. Okej, prit. Ka një problematik në një nga qendrat e Tiranës, është gazetarja Raimonda Lajthia që do na raportoj. Raimonda, çfarë po ndodh? Ku je vendosur? Është në Vorë. Përshëndetje Pranvera, në fakt ne mund të shkojmë pak më tutje parit? Po. Jemi në Vorë, aty ku është numërimi, është procesi që kryet votimi elektronik. Në fakt ka pasur për të dytën herë disa tensione, po themi për sa i përket procesit të votimit. Ne kemi edhe deputetin Flamur Noka, i cili ka diçka për të denoncuar. Një sekundë. Siç e pat. Të lutem. Je gati? Je gati? O Klajdi. Është Zoti Noka dhe Albana Fokshi, po. Këtu në Vorë e gjithë banda e xhabavdve e pajisur me begje të KQZ-s si vëzhgues janë instaluar tek shkollat dhe po kontrollojnë çdo gjë në procesin e votimit. Dilni 3 metra më larg këtu, i keni 2 horat xhabaft, i keni aty të ulur, duke urdhëruar, duke kontrolluar, duke dirigjuar gjithë procesin e votimit. Jam unë xhabaf, çka kemi? Ti je atje duke urdhëruar. Jo, si duke. Ti çfarë do këtu? Unë do shkoj të votoj. Unë jam deputet, vazhdo. S'kam unë, hajt me më shive emrin. Shko. Hajde shive në emrin ku e kam. Shko, votoj. Shko, po nuk e drejt të rish gjithë ditën 200 metra. Po të shtëpia ime rriun edhe. Po jo. Jam në shtëpi. Jo, nuk je shtëpi këtu. Këtu nuk je shtëpi. Unë e kam shtëpinë në Vorë. Jo, nuk shtëpi e ke në Vorë, por nuk e ke te shkolla, te qendra votimit. Kam këtu. Vazhdoni, unë kam një detyrë. T'ju paralajmëroj dhe t'ju them. O s'ke paralajmëroj. Harrojeni, po të paralajmëroj unë do habis. Po, harrojeni, po ju them unë. Ja shikojni këtu, po ta përmend emrin. Ta përmend emrin, ik votoj. Sepse keni individuar Gjithë njëri. Unë jam qytetar i lirë, më për çfarë? Ja e shoh çfarë. Keni vranë njerëzit. Ja e shoh çfarë. Or zotri, po vi me votu në feje kriminal. Qa do t'i në Vorë, or jam qytetar i Vorë. Ta tregoj unë. Ja këto që thoni ju. Janë pajisur të gjithë me karta vëzhguese. Po, ja ku janë. Ja, refugjat. Shkoni ju. Po.
Refugjat që këna votojmë dhe ja, sjellja këtyre. Po kishim që të dalë në Facebook. Ju gazetarët e gjeni një qytetar të Vorës të pranoj fjalët e këtij. Po. Njërin gjeni të pranoj fjalët e këtij. Kjo është mashtrus. Zotri, Kjo është mashtrus. Pranvera, në fakt, ky është rasti i dytë ku në Vorë deputetë Partisë Demokratike pretendojnë se qytetarë të ndryshëm vinë me bexhat apo mjete identifikuese të KQZ-s, por në fakt sipas tyre mund të jenë individ të subjekteve dhe forcave politike që sipas tyre ndikojnë apo orientojnë për mënyrën e votimit të qytetarëve. Dhe është kjo arsyeja pse për të dytën herë këtu në Vorë krijohet tension mes deputetëve të Partisë Demokratike, zotit Flamur Noka dhe zonjës Albana Vokshi, dhe votuesve dhe qytetarëve që pretendojnë dhe thonë pra se kanë ardhur për të votuar. Okej, Monda, ja ta dëgjojmë dhe pak. A keni durim që po kërcënoni gjithë? Si mund vini? Ty s'lejohet me artu. Keni vrar 26 veta në Vorë, pra na nuk ju duan. Nuk ju duan se keni vrar njerëz edhe fëmijë. Po ti mo çka ke vrar? Ja, i shikoni. Ne jena qytetar të Vorës. 10 metra larg qendrës votimit. Ja ku i keni, ja. Ja, shikoni kush kontrollon, kush komandon, ja ku i keni. Ku do votojnë? Ky është procesi, dakor. Ku do votojnë? Nale. Kjo pra qendra votimit, kena ardhur për të votuar. Pse vini këtu thot? Ato votojnë. Nuk go marr me avion për të votuar. Për çka go marr? Çfarë do të për të marrë fakë ato? Pranvera, Raimonda, nuk e di a shikon kemi nëse ke mundësinë që të marrësh ndonjë nga ata persona në intervistë. Po ja, një zotëri që e kemi këtu, për shembull mund ta pyesim. Ju lutem, se meqense ju drejtuar drejt përse drejti zoti Noka ju. Jo, unë po kaloja për të votuar më përmeni emrin. Dhe unë po e kërkoj vetëm kaq. Gjeni një qytetar të Vorës që të pranoj fjalët e atij. Si e ka emrin zotëria dhe a ka votuar apo jo? Ju si quheni të lutem edhe Albert Xhabafti. Ju votuat? Po shkosha për të votuar, edhe e pet që po shkoja për të votuar dhe përmeni emrin në syt tim. Pranoj edhe unë i thash sa kemi më kaq. Raimonda, do shkosh të votosh. Po normal që do votoj. Mund të shkojë zotëria për ta ndjekur në procesin e votimit në këto momente? Po, do vish të votosh tani? Do vini të votoni tani? Po, do votoj. Hajde. Okej, po ju ndjekim. Nëse keni mund t'ju ndjekim meqense keni ardhur si media për ta ndjekur procesin. Jo, zotëria. Me që jeni media, dilni dhe pyesni një qytetar të Jo, zotëria. A ka ardhur për të votuar? Nëse ka ardhur për të votuar, hajde mund futemi. Me sa duket Pranvera ndroi mendje zotëria, por nëse kemi kohë, mund të sillim një atmosferë të situatës, meqense këtu në Vorë është zona e dytë që zhvillohet votimi elektronik. Po të shikosh, në fakt ka një interes, le të themi të lartë të qytetarëve. Po, dhe nëse, Monda, nëse i referojmë shifrave të KQZ-s, Bashkia e Vorës në qarkun e Tiranës është një nga bashki që ka dhe pjesëmarrjen më të lartë. 19% kanë votuar deri në orën 11 nga Bashkia e Vorës. Në fakt, kjo konfirmohet edhe nga disa plane që ne patëm mundësi të xhironim pak më përpara se të lidheshim me ju. Ishin qytetarë të ndryshëm dhe votues të ndryshëm që prisnin në radhë gjata në qendrat e votimit. Mos harrojmë që ky interes shoqërohet edhe me pak, ose këto radhë shoqërohen edhe me pak vonesa për shkak të procesit të identifikimit apo dhe votimit elektronik. Mund të themi pa frikë se përsa i përket qytetarëve që janë në moshë 65 e sipër, procesi tyre i votimit është shoqëruar, është kryer nga shoqëruesa apo edhe nga antar pra të qendrës së votimit, të cilët mund të jenë asistuar, mund të kenë asistuar për t'i dhënë atyre një orientim. Vonesat më së shumti vinë në procesin kur identifikohet, le të themi, gjurma e gishtit, edhe më pas procesi i votimit elektronik pra në ekran që bëjnë qytetarët. Gjithsesi, ne kemi këtu, mund të pyesim njërin sekretarin e kësaj qendre votimi. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Nga momenti i orës 7. Fillimisht jeni hapur fiks në orar dhe si po shkon? Pak me vonesë, pak minuta me vonesë, pasi sa jemi njohur me pjesën e pajisjeve elektronike dhe pastaj procesi ka vazhduar normalisht.
Çfarë vonesash ka shkaktuar vonesa ky proces këtu në Vorë dhe si? Vonesa më e madhe është tek pjesa kur, domethënë për njerëzit nën moshë, pra mbi 65 vjeç, të cilët kanë nevojë për shoqërues. Dhe ajo është pjesa që po themi që humb kohë në procesin e votimit. Le të themi rregulli që parashikon te kodi zgjedhor. Patjetër çdo person që ka shkuar mbi është mbajtur proces verbal. A ka presion Raimond ta pyete pak? A ndjejnë presion? A ka pasur presion? Absolutisht asnjë lloj presion. Nga asnjë. Problematika, ju keni ndjerë këtë lloj presioni që Partia Demokratike është e dyta herë që në këtë shkollën 9-vjeçare këtu në Vorë thonë se individ të ndryshëm vinë me beça të KQZ-s për të orientuar. Tek qendra jonë nuk ka asnjë lloj problematike. Ne flasim për qendrën tonë, nuk e di domethënë tek pjesa tjetër, por këtu është çdo gjë brenda rregullave. Okej, faleminderit. Nuk e di, duhet të ketë kam përshtypjen më vonë dhe një prononcim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me këtë denoncim. Patjetër, por gjithsesi mund të pyesim pak të zotëri. Patjetër. Votuar? Po. Ishte i thjeshtë procesi i votimit? Se kuptova fare. Po çfarë votove ti? Çfarë shtype? Shtypa X. Bravo, Urime. Ti zotëri? Faleminderit urdhoni. Po. Ishte i qartë procesi? Shumë i qartë. E kishte testuar më përpara veten? Absolutisht që po, kam 2 vjet që votoj për këtë punë. Në mënyrë elektronike voton? Po pra, pse nuk e diti që është hera 2 që bëhet në Vorë? Më thuaj tjetër. Më thuaj në gjë tjetër. Më thuaj gjë tjetër. Më thuaj në pyetje tjetër se këtë e di. Mirë. Raimonda, të falenderoj shumë për raportimin nga Vora, nëse do të ketë një situatë tjetër aty, do të lutesha të kërkoje sërish të lidhjen. Shkoj tek Ermali në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për raportimet më të fundit për pjesëmarrjen. Ka sërish një updatim të rezultatit dhe për të mësuar më tepër se sa ka shkuar pjesëmarrja deri në këto momente, deri në orën 11, ku janë dhe informacionet e fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 17.36%. Ermal, na jep më tepër detaje rreth pjesëmarrjes. Po, 17.24% është pikërisht kjo pjesëmarrje në rang vendi deri në orën 11 updateuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çka do thotë që Tirana, qarku i Tiranës me përqindjen më të lartë të votuesve, duke pasuar nga Lezhë dhe nga Dibra. 3 janë qarqe të cilat të deri në këtë çast me përqindje më të lartë të votuesve, duhet marrë parasysh fakti që janë ende orët e para të kësaj dite të diel, deri në orën 11 është bërë updatimi i fundit, jemi pikërisht në të gjithë qarqet sikurse i referova. Në total janë raportuar gati 3.087 qendra votimi nga 5.225 të tjera. Do të marrë parasysh që kjo përqindje që pasqyrohet tani në tabel është pikërisht vetëm për këto qendra votimi të raportuara deri në këtë moment. Marrim një qark, po them qarkun e Tiranës, që është qarku më i madh për të parë konkretisht se si ka shkuar votimi në të gjitha bashkitë e Tiranës. Nëse vijojmë dhe shohim tabelën, përqindja më e madhe është pikërisht në bashkinë e Tiranës, ku kanë votuar gati 20.27% të qytetarëve, ndërsa pasohet më pas me 19% me Vorën, aty ku ju lidhet pak më parë ku po vijon pak me votimin elektronik në këtë çast, dhe më pas zbritet më poshtë me 18% nga bashkia e Kamzës, duke vijuar me Rogozhinën dhe me Kavajën. Nëse i referohemi pikërisht të këtij qarku deri në orën 11, jemi pikërisht në qarkun e Tiranës, ndërsa qytetet i pam thuajse pak më herët të gjitha me detaje se si kanë votuar dhe sa kanë votuar qytetarët pikërisht deri në këtë moment. Thirrim në vëmendje faktin që të gjitha raportimet e bëra në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë pikërisht nga ana e stafit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që mund të marrë edhe pak kohë më pas. Çka do thotë, nëse jemi aktualisht 17%, nuk mund ta marrim të mirëqen që është një përqindje e ulët për këtë moment. Pasi raportimi mund të bëhet sërish më vonë dhe mund të updatohen shifrat, pasi kemi ende kohë deri në orën 19 të ditës së sotme. Kurse e raportova më herët me qarqe, të paktën qarku, po them kështu, i dytë që mund të vijojë një herë pas Tiranës, po ndalemi tek 19% i cili vijon është Dibra. Nëse shohim konkretisht si ka vijuar në Dibër deri në këtë moment, duke qenë se përqindja më e madhe e votuesve ishte pikërisht pas Tiranës, shohim kemi bashkinë e Bulqizës, Dibrës, Flosit,
dhe Matit. Përqindjen më të madhe në këtë bashki e ruan pikërisht Mati me 24.45%, ku janë raportuar 129 qendra votimi në total nga 222. Do të ndalshim edhe tek qarku i Durrësit, duke marrë kështu edhe rëndësinë e vetë qarku të Durrësit një herë pas Tiranës, ku deri në këtë momente janë raportuar 321 qendra votimi në total nga 493 të tjera. Durrësi, Kruja dhe Shijaku, 3 bashkitë e këtij qarku, ku përqindjen më të madhe në këtë çast e ruan pikërisht bashkia e Krujës, duke vijuar me 18.64% të votuesve, ose e thënë ndryshe në 3.216 votuese. Në këtë moment që ne jemi duke folur, sigurisht që raportimi vijon ende në Komisionin Qendror i Zgjedhjeve për të patur një updatim të dytë në orët në vijim, ndërsa për t'ju deklaruar të gjitha se çka thamë në fillim në rang vendi, i gjitha deri në updatimin e fundit të bërë në orët ose përditësimin në start në orën 11, vijon në shifra totale deri po them në total gati 17% e qytetarëve të cilët kanë votuar në rang vendit të përkthyer në këtë moment deri në orën 11 nga 3.205 në votimi, nga total 5.225. Ermal, të falenderoj shumë për raportimin, dua të shkoj tek Leonard Olli. Leonard, përshëndetje, faleminderit shumë që je me ne në këtë transmetim maraton. Nuk e di, jam dëgjoni? Të dëgjojmë shumë mirë dhe dua mendimin tënd edhe si një njohës shumë i mirë i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shifrave elektorale, 4 orë nga nisja e procesit të votimit, 17.43% e votuesve deri tani. Si e konsideron si pjesëmarrje në votime 4 orë pas nisjes procesit? Nisur nga rrethanat dhe nga ndryshimi, do të thoja edhe i mentalitetit votuesve, besoj që është një shifër që jep një lloj optimizmi për një pjesëmarrje ndoshta edhe më të gjerë, por besoj që ora 14 me 15 janë treguesit kryesor që do të na japin një pasqyrë shumë të qartë se kush ka qenë angazhimi i qytetarëve shqiptarë me banim në Shqipëri për të qenë pjesë e këtij procesi elektoral. Ndërkohë, duke përfituar nga rasti, kërkesa ime ose dëshira ime është që shqiptarët duhet të shkojnë të votojnë. Duhet të shkojnë të votojnë sepse nuk përbën një detyrim, do të thoja thjesht ndaj vetvetes, por është një detyrim më i gjerë, është një angazhim më i madh shoqëror dhe përmbi të tjerat duhet kuptojnë që pjesëmarrja ose të votuarit i bën jo vetëm pjesë të sistemit, por pastaj ju jep mundësinë morale, sepse çdo kush mund të pretendojë që votoi, që të kërkojë dhe llogari. Sepse në rast nuk e ushtron këtë të drejtë, sigurisht gjithnjëherë është e drejta për të kërkuar llogari, por moralisht do të jesh paksa, do thoja, më jo dhe aq i justifikuar në kërkesën e llogarisë. Kështu që në këtë koncept do të dëshiroja të ritheksoja ose të përsërisja atë që ndoshta është një apel rutin për shumë të tjerë, por për mua shumë thelbësor, që duhet shprehur vullneti, duhet shprehur vendimarrja, duhet shprehur verdikti, duhet shprehur preferenca. Dhe është një moment shumë i rëndësishëm, do të thoya historik, që duke filluar nga zgjedhjet e fundit, po sidomos nga viti 2021 dhe në këto zgjedhje, ka forca të reja politike jashtë 2 koalicioneve të mëdha ose jashtë 2 partive të mëdha, të cilat ofrojnë mundësi për të zgjedhur. Pra, nuk është se shqiptarët mund të shprehin pretendimin e vjetër që janë vetëm 2 subjektet kryesore në vend dhe ne nuk preferojmë asnjë prej tyre. Tashmë ekziston kjo mundësi dhe do të ishte një gjë shumë pozitive që secili brenda vetvetes të gjente, të thoya, vullnetin e plot për ta shprehur verdiktin dhe opinionin e tij në raport me zhvillimet politike. Ndërkohë që pjesëmarrja, sikur e theksova në fillim, është në ato çaste që mund të quhet paksa optimiste, por thash orët në vijim do të jenë shumë të rëndësishme. Nga përvojat e mia në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por edhe në angazhimet e mia politike, më lejoni të theksoj që ka një çast e gjithë të elektoratit djathtë për të qenë pjesë e votimit në çastet e fundit të votimit, ku mas orës 5:17 ose 17:30, kështu që ajo konsiderohet edhe në pikpamjen e procesit zgjedhor si iniciativat e fundit të pareqitur ke qendrat e votimit. Por besoj që një numër që ne do të kemi rreth orës 14 ose 15 të mesditës ose të pas mesit ditës do të jenë ato që do të na japin një ide të qartë dhe më të plotë se sa do të jetë pjesëmarrja e shqiptarëve që
votojnë në Shqipëri. Ndërkohë që për pjesën e diasporës që është një tjetër, do të thoja, arritje për te të gjitha problematikave, për te të gjitha formave dhe mënyrave me të cilën u realizua, unë kam qenë ata njerëz dhe do të vjoj të mbetem partizan i dhënies së mundësisë të votimit në kohë reale të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, pavarësisht se mendoj që duhet gjetur forma të tjera për mënyrën e të votuarit, sepse e kam shprehur këtë shqetësim që në momentin e parë që u mor ky vendim, që votimi nëpërmjet postës dhe duke patur parasysh që do të shkojë domethënë një flet votimi në një ose 2-3 persona brenda të njëjtës familje, në një mënyrë apo në një tjetër, edhe pse nuk dua ta paragjykoj, krijon premisa për një votim familjar të personave që votojnë jashtë Shqipërisë, sepse do të jenë vetëm ata dhe ndërgjegjja e tyre. Kështu që mendoj që një mënyrë tjetër, një formë tjetër të votuarit, qoftë nëpërmjet përfaqësive diplomatike ose në bashkëpunim me shtetet ku ata jetojnë për të krijuar ambientet e votimit në afërsi aty ku kemi dhe do të thoja numrin më të madh të shtetave shqiptar që jetojnë në ato zona, do të kishte qenë një diçka shumë herë më pozitive në raport me rregullsimin e procesit si koncept ligjor në vetvete. Ka ndërkohë për ta diskutuar dhe me Namirin në studio, por edhe me Ollin, ka një reagim nga Partia Demokratike në Lezhë në lidhur me arrestimin e bashortit të zonjës Holti. Organet e rendit duhet ishin për garant për siguruar procesin, thot Partia Demokratike, në vend që të merren me ata që shesin votat, merret me ne që ne po i ruajmë votat. Kanë i ftojnë qytetarët që të votojnë pa u ndikuar. Ky është reagimi Partisë Demokratike, ndërkohë gazetarja Blerina Cen raporton nga Berati që janë 4 raste të regjistruara nga SPAK për krim zgjedhor në Berat për korrupsion aktive dhe pasiv. Kjo vepër parashikohet me marrë dënimi nga 1 deri në 5 vjet heqje lirie. Një situatë problematike është në ambulancën, në një qendër votimi tek ambulanca në Lushnje, ka një përplasje aty, ka ndërhyr edhe KZAZ-ja edhe policia. Gazetari Ervin Sina do të na raportoj pas pak. Po ndalemi pak, dua të ndalem tek zoti Lapardaj apo pas pak edhe tek Olli në lidhje me Beratin. 4 raste nga ana e të regjistruar nga SPAK për krim zgjedhor, për aktiv dhe pasiv, është prokurori Bahar Dibra në fakt në qarkun e Beratit që po monitoron situatën. E thashtë pak po bashkëvizitonin pak më parë, prezenca e SPAK-ut në këto zgjedhje në gjykimin tim është një diçka pozitive. Por, përpara se të them këtë, është e rëndësishme që qytetarët shqiptar duhet ta kuptojnë që çdo lloj presioni, çdo lloj shitblerje votës, çdo lloj fotografimi votës, jo vetëm që është i ndaluar ligjërisht, por siç e kanë treguar edhe zgjedhjet e fundit, edhe zgjedhjet e mëparshme, në fund të ditës, qytetarët do të jenë ata që do përballen me drejtsinë. Dhe tani me prezencën e SPAK-ut, kjo është edhe një përballje akoma edhe më e vështirë. Pra mos të bien pre partive politike, mos të bien pre kandidatëve të partive politike, sepse në fund të ditës do jenë vetë këta qytetarë ka ende çështje nga viti 2021, pra nga zgjedhjet e fundit, të cilat nuk janë mbyllur ende. Janë njerëz ata që zvariten në gjykatave. A duhet një reagim më të shpejt në raport me krimet zgjedhore, sepse ndërsa flasim për krime ende të padëshkuara në 2021-shit, çfarë mund të pretendojmë për ato që ndodh në 2025? Problemet patjetër që gjithmonë ka vend për përmirësim, por problemet e nivelit juridik janë problemet të cilat nuk mund të, përveç se rasteve të flagrancës që është shumë e vështirë, dhe kjo janë disa institucione të cilat duhet të bashkëveprojnë me njëra tjetrën për ta krijuar flagrancën dhe për ta realizuar atë. Ndërsa nivelet e tjera do shkojnë në nivel hetimi, por është e rëndësishme që qytetarët shqiptar ta kuptojnë që nuk ka politikan që i mbron pas zgjedhjeve, sepse zgjedhjet sot në darkë në orën 19 do të mbyllen dhe do të jenë ata që do të përballen me drejtsinë, me prokurorinë, por edhe nesër me gjykatën, kështu që ta kenë të qartë këtë pjesë. Por rikthehem aty, prezenca e SPAK-ut dhe prezenca e prokurorisë posaçme dhe prokurorëve posaçëm në të 12 qarqet e vendit e shoh jo vetëm si pozitive, por e shoh që edhe e kanë inkurajuar edhe më tej mbarvajtjen e zgjedhjeve, sepse askush nuk e ka me tani luksin të përballet me prokurorinë e posaçme për të kuptuar, e kuptojnë po sigurisht fakti që prokuroria e posaçme ka çuar në hetim personalitetet e politikës shqiptare, njerëz shumë të fuqishëm që më para nuk kishte menduar asnjëherë, tani qytetari shqiptar gjithmonë ka qenë duhet ta marrë mesazhin që ne tek po hetojmë këta me ju e kemi më të lehtë, pavarësisht se me qytetarë shqiptarë dhe prokuroritë e mëparshme e kanë pasur këtë lehtësi, prokuroritë e mëparshme e kanë pasur probleme me politikanë e nivelet larta, ndërkohë që tani
dhe për politikanë në nivelet larta, por edhe për qytetarët shqiptar, situata është më e vështirë në këtë drejtim pra. Kështu që bëjnë mirë të thrasin mendjes të gjithë, pavarësisht anëve politike, bëjnë mirë që në fund të ditës gjithçka të mbyllet ashtu siç do duhej për të gjithë. Kjo është një garë, Shqipëria do vijojë nesër jetën e saj normale. Opozitës i takon, sepse po shoh që ata siç edhe priten në fakt, kësaj pjesë të opozitës, Partisë Demokratike, ka filluar me ankesa, mua më duket si një lloj alibie para përgatitjes së humbjes më shumë, sepse ishte kjo opozitë dhe ishin këta persona që deri dje deklaronin dhe siguronin që nuk do të kishte probleme në ditën e zgjedhjeve, që këta do të ishin garantë të këtyre ditës zgjedhjeve, që Edi Rama, ne e dim, pushteti çfarë do bënte në këtë ditë, ashtu siç ka bërë në zgjedhjen e pashme, por i takonte opozitës që të ngrinte, po themi, moralin dhe frymën, sepse nuk ka frymë e cila nuk ka pushteti i cili mund të manipulojë frymën e qytetarëve shqiptar. Kjo besoj që është ndërsa i them përshëndetje Eugene Gjonit, i cili është përfaqësues i diasporës Brukselit në Shqipëri. Përshëndetje, faleminderit shumë që na bashkohesh në këtë maraton. Do të jem pak më vonë për të marrë një koment edhe nga Leonard Dolli, por fillimisht ndalemi te Ervin Sina, i cili do të na raportojë në lidhje me situatën që ka ndodhur tek qendra e votimit tek ambulanca në Lushnjë. Çfarë ka ndodhur aty, Ervin? Përshëndetje, pranvera. Në fakt, unë ndodhem në Patos, por përpara se të raportoj shqetësimet e Patosit që në orët e para të mëngjesit, nuk duhet të zhvendos vëmendjen në Lushnjë, ku për hir vërtetës është regjistruar incidenti i parë serioz në qarkun e Fierit në ditën e sotme gjatë këtyre orëve të para të procesit të votimit. Bëhet fjalë për qendrën tek ambulanca në KZ 56 të qytetit. Incidenti është regjistruar eksaktësisht në qendrën e votimit, ka qenë një antar i Partisë Demokratike i cili ka pretenduar vazhdimisht që një vëzhgues i Partisë Socialiste që ndodhej jashtë fotografonte qytetarët zgjedhësit të cilët shkonin dhe të votonin. Debatet verbale kanë shkuar deri në përdorimin e duarve, kanë ardhur pastaj edhe vëzhgueset e palëve politike, mes tyre edhe vllai i kandidatit për deputet Partisë Socialiste Elton Korreshi, natyrisht shqetësuese pastaj situata edhe për shkak të fërkimeve që kanë pasur edhe në përdorjen e duarve, palët me njëra tjetrën në hyrje të qendrës së votimit. Është njoftuar KZ-ja, e cila ka mbërritur aty së bashku me njoftimin që ka marrë edhe policia. Menjëherë pas mbërritjes policisë është bërë zëvendësimi nga ana e KZ-s i antarit të Partisë Demokratike në Komisionin Vendor të qendrës votimit dhe pasaj menjëherë policia ka bërë edhe shoqërimin në polici të vëzhguesit Partisë Socialiste, i cili është denoncuar nga pala e Partisë Demokratike që fotografonte qytetarët të cilët shkonin të votonin. Një situatë realisht shqetësuese e cila ka prishur një dinamik të qetësisë në qytetin e Lushnjës, në qytet, në KZ 56, por edhe në KZ 55, e cila përfshin njësitë administrative. Natyrisht, ka një prononcim nga ana e policisë Ervin për këtë ngjarje? Deri tani jo, ne do të përpiqemi që të kemi menjëherë një informacion të shtëruar në lidhje me gjithë dinamikën dhe menjëherë sapo ta kemi atë do t'ju përcjellim patjetër në kohë reale. Ndërkohë që kjo është situata në Lushnjë, në krahun tjetër në Patos ku unë edhe ndodhem, siç edhe mund ta shikoni nga planet, ka pasur një situatë në orët e para të votimit në një nga qendrat e votimit në Rushdie. Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike, Samena Malena, është paraqitur aty, ka qëndruar në ambientet e shkollës ku votoi, ku bëi procesi i votimit. Menjëherë, antarët e Partisë Socialiste në Komisionin e votimit kanë krijuar një denoncim, kanë kërkuar nga komisioni, nga KQAZ, nga komisioni zonal, në mënyrë që kandidatja për deputetet të largohej. Në fakt, pas një situate të tillë, situata është qetësuar dhe ne kemi pasur aktualisht përpara pak minutash një komunikim me KZ-n e Patosit, edhe pala përfaqësuese e Partisë Demokratike, edhe pala përfaqësuese e Partisë Socialiste deklaruan një zëri, pavarësisht se nuk dëshironin të jepnin një prononcim për media, deklaruan që situata është e tejkaluar, kandidatja për deputete nuk është paraqitur më në ambientet e qendrës votimit, kështu që mund të konsiderohet një situatë tashmë e tejkaluar. Sa i takon votimit në të gjithë qarkun, ku problematikat të tjera përveç këtyre dy situatave që thash nuk ka, sa i takon procesit të pjesëmarrjes, duhet theksuar që jemi në
shifrat 15 deri dhe 20% për momentin. Kjo është situata nga qarku Fierit për momentin pranvera. Ne do të përpiqemi që sa i takon incidentit të lushjes, kemi në vazhdim edhe zëra për ta parë në këndvështrime ndryshme gjithçka që ka ndodhur. Të falenderoj shumë Ervin, 18.85% konsiderohet pjesëmarrja në qarkun e Fierit deri në orën 11, nga 357 qendra votimi të raportuara nga 587 që janë në total, ku sigurisht përqindjen më të madhe e ka bashkia e Mallakastrës dhe përqindjen më të ulët e ka bashkia e Fierit. Janë këto informacionet më të fundit, ndërkohë për të gjithë ata qytetarët të cilët na ndjekin në këto momente, përveç se ne do të jemi në një transmetim maraton, sikurse kemi filluar prej orës 7 të mëngjesit, do t'ju ftoja që të vizitonit faqen e webit të Vision Plus, jo vetëm për t'u informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në lidhje me procesin e votimit ditën e sotme, por nga mbrëmja, nga momenti që nis procesi numërimit të votave, përmes aplikacionit të Vision Plus do të keni të përkthyera në mandate të gjitha votat e qytetarëve shqiptarë. Kështu që duhet qëndroni në faqen e webit të Vision Plus për t'u informuar në kohë reale në informacion shumë të shpejt. Mbaj mend që në zgjedhjet e 2021-shit edhe forcat politike i referoheshin faqes së Visionit për të parë se si llogaritej mandatet, kështu që këtë vit jemi edhe më mirë se sa kemi qenë 2021-shin, kështu që mos u largoni nga faqja e Vision Plus. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi në studio me të ftuarit në studio me lidhje direkte. Kemi dhe Leonard Dollin, i cili duhet na pres pak minuta për të rikthyer sërish së bashku në analizë.